Agjencia Kombëtare e Rinisë organizoi në Vlorë aktivitetin e quajtur Ekselenca Rinore, ku vlerësuan me certifikata mirënjohje nxënësit fitues të olimpiadave në fusha të ndryshme, si dhe po ashtu talentet e gjimnazeve. E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe prefektja e qarkut të Vlorës Evisa Lushi, drejtoria e Agjencisë Kombëtare të Rinisë Sara Bodo, si dhe autoritetet e zyrës vendore të arsimit në Vlorë. Në fjalën e saj, drejtoria Bodo ka përcjellë nxënësve të talentuar fjalë të ngrohta inkurajuese. Jeni e ardhmja e qytetit tonë. Dhe në fakt unë sot shoh fytyra të ndryshme, me ambicie, me kurajo dhe të përkushtuar për t'ia dalë. Çfarë duhet t'ju them për të? Duhet të jeni krenar për atë që jeni. Dhe në fakt është se ndoshta duket që ju jeni thjesht ekselent, por kjo nuk tregon vetëm notën që ju keni, por është edhe çështje përkushtimi, vullneti dhe orët e vona që ju keni kaluar. Dhe kjo është merita dhe prindërve tuaj, sepse jam e sigurt që një prind i mirë bën një fëmijë shumë të mirë, po dhe mësuesve që ju kanë ndenjur në kokë dhe ju kanë nxjerrë potencialin më të mirë. Ne duhet investojmë tek ju. Kjo nisëm që ne kemi nisur, Ekselenca Rinore, në fakt e kemi startuar sot në qytetin e Vlorës dhe do ta vazhdojmë dhe në gjitha qarqet e Shqipërisë. Ekselenca Rinore shoh që Sevina është iniciatorja e kësaj nisme dhe e përgëzoj shumë, ka nxjerrë disa talente në fusha të ndryshme. Dhe vërtet Ekselenca nuk është vetëm në një fushë. Ekselenca mund të jesh ekselent në pikturë, mund të jesh ekselent në art, në muzikë, në të gjitha fushat e jetës. Agjencia Kombëtare e Rinisë vitin tjetër do ketë nisma shumë të veçanta për ju në fakt. Siç janë talentet rinore. Talentet rinore është një nisëm që ne investojmë për që ju të shkoni jashtë shtetit dhe të promovoni talentin tuaj. Gjithashtu dhe grupet informale. Grupet informale janë 3 të rinj që bëhen bashkë dhe krijojnë një nisëm për qytetin, pa kaluar nëpërmjet filtrave të organizatave jo fitimprurse. Çfarë do me thënë kjo? Ju bëheni dhe krijoni një nisëm dhe ne ju financojmë deri në 10 milion lekë të reja. Që për të rinjt shqiptar nuk kam përshtypjen që është një shifër shumë e madhe që ju të nxirrni talentin tuaj në pak. Përkushimi dhe arritjet tuaja le të shërbejnë si shembull pozitiv për të rinjt e tjerë, për të siguruar një brezë të ardhme më të mirë. Ju është drejtuar prefektja e qarkut të Vlorës Evisa Lushi të rinjve të talentuar, ndërsa shpërndaut certifikatat e mirënjohjes tek të rinjt. Dua të komplimentoj të gjithë ju nxënës që jeni sot dhe që keni marrë statusin e studentit për rezultatet tuaja gjatë viteve shkollore të gjimnazit. Ju jeni në fakt shembujt të cilët duhet të inspironi edhe ata që sot janë duke ndjekur studimet e tyre si nxënës në gjimnazet e qytetit të Vlorës, por edhe më gjerë. Me Agjenci Kombëtare të Rinisë, por njëkohësisht edhe me ZVA-n, kemi nisur një tur bashkëpunimesh, jo vetëm me grupe të vogla studentësh, por edhe më gjerë, duke përfshirë të gjithë të rinjt e qytetit të Vlorës. Këto bashkëpunime do të fillojnë nga janari dhe në vijim, ku të gjithë së bashku do të kemi mundësinë që të promovojmë, sikurse ju po e bëni dhe ditën e sotme, të promovojmë të gjithë të rinjt e suksesshëm, por njëkohësisht të mund të angazhojmë të rinjt e qytetit të Vlorës edhe më gjerë në aktivitete, në promovime dhe në jetën sociale të qytetit. Gjithnjë më tepër prania e të rinjve është me domosdoshme në jetën tonë, është me domosdoshme kudo në qarkun e Vlorës dhe një nga sfidat që unë kam në detyrën si prefekte qarkut të Vlorës është të dëgjuarit dhe mbështetja maksimale ndaj të gjithë të rinjve. Nxënësit e talentuar i ka përshëndetur dhe drejtoria e zyrës vendore të arsimit Bashkia Vlorë-Imar, Gentiola Sheu. Dashur nxënës, ekselent. Ju sot jeni krenaria më e madhe ku ne sot si ZVA e kemi kokën lart para jush. Dhe fal Agjencisë Kombëtare të Rinisë, e cila më propozoi këtë aktivitet kaq të bukur dhe unë e mirëprita me shumë dashuri. Sepse të vlerësosh ekselencën është gjëja më e bukur, apo jo? Sepse ju jeni e ardhmja e qytetit, e ardhmja të cilët do ndërtoni këtë qytet kaq të bukur. Dhe nuk do shkonin tej, por atë ekselencë, atë mendje tuaj të ndritur, do ta riktheni përsëri në qytetin tonë të bukur, ku do të investoni për të. Sot unë jam shumë krenare për ju. Jam shumë krenare emër për emër, sepse ne këtu nuk jemi vetëm nga fusha e shkencës, sepse nuk dallojmë vetëm në shkencë, matematikë, fizikë, por dhe në fushën e artit dhe të muzikës.
Prandaj jemi krenar, sepse ekselencën e kemi nga çdo fushë. Faleminderit çdo ditë ju na bëni krenar. Pjesa e Agjencisë Kombëtare të Rinjve dhe Sevina Gjokoli, e cila i quajti të rinjt zërat më të fortë të qytetit. Ju jo vetëm do shkëlqeni, por do jeni një nga zërat më të fortë të qytetit, sepse ne të rriturit nuk duhet ju shikojmë juve thjesht si numra. Ju jeni personalitete, ju jeni identitete, ju jeni ekselentët e këtij qyteti dhe ne duhet të mësojmë nga ju. Kështu që për çdo gjë ju keni derën e hapur të Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Vetë të rinjt ndjen të vlerësuar. Quhem Ranikaj, viti 3 gjimnaz tek Gjimnazia Ali Demi Vlorë. Në këtë aktivitet flitet për vendimet e të rinjve, fjalët e të rinjve duhet të merren për bazë të para. Është ere tretë që marr pjesë në aktivitetet e agjencisë, shumë e mirë. Në fillim kam pas ato emocione, po pastaj ka vazhduar shumë mirë. Është shumë e nevojshme sepse siç e thash dhe më parë, fjalët e rinjve duhet të dëgjohet më shumë. Jam Semi, jam në Gjimnazin Ali Demi në Vlorë, jam 16 vjeç. Jam shumë i njohës që më kanë ftuar sot në këtë aktivitet, pasi është hera e parë. Pres që sot të gjithë të shfaqin idenë e tyre në bazë të shumicën e aktiviteteve që kanë ndodhur në qytetin e Vlorës. Edhe pres të kemi ide sa më të hapura dhe të jemi sa më të qartë. Për shembull sot mund të flasim për arritjet tona nëpër Olimpiada, mund të flasim për arritjet tona nëpër aktivitete të ndryshme të qytetit të Vlorës, siç ishin në Teatrin Petro Marko, në aktivitete që bëhen të ndryshme, ku kam qenë vetë pjesëmarrës në aktivitetet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve me profesorin Albana Çuro që e përshëndes. Agjencia Kombëtare e Rinisë, Ekselenca Rinore, konfirmoi se do të ketë në fokusin e saj gjithnjë të rinj të talentuar, duke i mbështetur ata me programe të veçanta të dedikuara pikërisht për të evidentuar dhe rritur talentet e tyre.